Këlcyra, Dropulli, Memaliaj, Tepelena! Normalisht duhet ta filloja me çfarë kisha parashikuar për të thënë dhe për të ndarë me ju, po do ta filloj me një ndjesë. Ndjesë për ata që janë po kaq sa ju, që jeni ulur në këmbë me njëri tjetrin, po që janë jashtë. Salla e teatrit Zinisako ndonse totalisht e renovuar, është shumë e vogël për familjen tonë të madhe, plot me vajza e me djem, me gra e me burra, socialist, po mbi të gjitha qytetar të qarkut më të bukur në Shqipëri. Mua, ndonse kam hyrë shumë herë në këtë skenë, kemi ndarë kush e disa takime bashkë. Zemra më resot më shumë se kur, se jam krah vajzave dhe djemve të bukur, të mençur të këtij qarku. Herës tjetër ju premtoj që do ta bëjmë tek pallati i sportit që është më i madh, dhe pastaj te sheshi Çerçizit i ri, dhe pastaj do pushojmë sheshet edhe rrugët nga Krasi me Maliaj deri në parkun e Sotirës në Dropull. Jemi bashk, kjo ka rëndësi. Jemi bashk këtu në sallë, jemi bashk me ata që janë rreth e rrotull, jemi bashk me ata që na ndjekin kudo. Ky qark, me të 7 bashkitë e veta, ndoshta është prova më e mirë, më e gjallë, më e bukur, më e prekshme, se çfarë ka ndodhur në këto 12 vite. Ka qenë viti 2013 kur erdha për herë të parë jo në qark, sepse mua këtu më ka rënë koka. Po kur erdha si ministre e kulturës, binte shi, ishte gri, kishte rënoja. Në orën 2, jeta kishte mbaruar. Këtë fundjavë nuk gjeja vend në hotel. Ishte plot, dyqanet plot, restorantet plot, rrugët plot të rinj. Sfidojmë dhe shiun që na sjell bereqet. Dhe pa dyshim, kur Gjirokastra sot ka kalan më të vizituar nga të gjitha kalat. Kur Gjirokastra në 2024 priti 600.000 vizitor, që nuk e imagjinonte, përkundër 6.000 kokra në vitin 2013. Kur Gjirokastra ka shtuar bujtinat, hotelet, Përmeti, Tepelena, me Maliaj, edhe në Libov ka bujtina, more. Edhe kjo është fal jush, fal punës që bëjmë banorët e këtij qarku, ama është fal një infrastrukture fantastike. Nuk e imagjinoni dot asnjëherë që bashki si Tepelena dhe Përmeti të ktheheshin në udhëkryshin në rreth rrotullimin midis Juglindjes dhe Jugperëndimit, midis Korçës dhe Bregut, midis Beratit tashmë me rrugën Ballaban Berat dhe Kolonjës. Sepse është zemra e jugut, është zemra e Vjosës, e parkut më të bukur në Europë. Shikoj në sytë e çdo njërit prej jush që takoj në për rrugë, në për fshatra, kudo kur jemi bashk, në atë gjysmë javën që unë e kaloj këtu prej më shumë se 10 vjetësh, shumë gëzim, shumë shpresë. Po sidomos, jeni ju, që e mishëroni më mirë se kushdo atë që është vizioni ynë, Shqipëria 2030. Shqipëria europiane, Shqipëria që do të kaloj pa tjetër në gishtat e kësaj dore, 5 si gishtat e dorës për të bërë grusht, 5 si telat e pentagramit për të dëgjuar muzikën më të bukur në 2030, himnin europian të barabartë me hymnin kombëtar. Edhe për të ndëjtur tek 5-a, dua të përmend 5 arsye pse ja vlen dhe pse duhet që të votohet vetëm Partia Socialiste. Në qarkun e Gjirokastrës nuk diskutohet, por në të gjithë Shqipërinë, megjithatë unë do të rri këtu, ke qarku ynë i bukur, jugor. 5 arsye e para për gjithë transformimin që ka sjellë rilindja urbane në të 7 bashkitë e qarkut tonë. E dyta, për promovimin që i është bërë këtij qarku nga qeverisja e Partisë Socialiste dhe nga kryeministri si destinacioni kryesor turistik. E treta, për kthimin
e këtij qarku në zemrën e jugut që lidh gjysmën e Shqipërisë. E katërta, po jo më pak e rëndësishme, duke qenë një qark kryesisht bujqësor edhe blektoral, ku 10 vjet më parë, jo 10 vjet më parë, do thoja 5 vjet më parë, fjala agroturizëm nuk ekzistonte në fjalor, duke si fjalë e çuditshme, sot është një realitet. Dhe e pesta, për atë që është më e rëndësishmja, për vizionin europian të Shqipërisë 2030, që të gjithë ju të rinj e të reja, edhe kur doni të aventuroni në botën e madhe në Europë, të keni atë pasaportën me cilën të ktheheni sa herë të doni, sepse kjo është ajo që ne duam. Dhe vizioni 2030-s ne tashmë e prekim. Dhe këtu jemi po prapë si numri 5 në qarkun e Gjirokastrës, një skuadër me 5 kandidat. Ne në Gjirokastër themi ngjau Krushqia pa u bë. 5 është numri i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në fletën e votimit. 5 janë kandidatët e qarkut të Gjirokastrës që kandidojnë në listën e Partisë Socialiste në mënyrën më të bukur se si mund të pasqyrohet identiteti i këtij qarku që është si një buket lules, nga minoriteti dropullit, tek memaliotët, nga tepelena si tek përmetarët e këlqyriotët, tek Gjirokastra me lungjin e gjithçka brenda dhe padyshim me Libovës time. Prandaj, unë do t'i ftoj të 5 njëri mbas tjetrit. Piro Dhima, Gjirokastriti Lungjot, Dhëndër Dropullit, mirë se erdhe. Profesor Shqyqyri Ysoj, memalioti universitar, mirë se erdhe profesor. Tërmet Peqi, dhe Qershia, Vitor, ta filloj me një grua, ta mbaroj me një grua, Anila. Kjo është skuadra jon me 5, unë nuk do thoja luftëtar, ne nuk jemi në luftë, ne nuk jemi në betejë, ne jemi në një garë, të cilën të 5 i kemi dhe fjalën njëri tjetrit për ta jetuar si përvojën më të bukur të jetës tonë, por sidomos për t'ju udhëhequr të gjithëve në përvojën dhe fushatën më të bukur të Partisë Socialiste. Përpara se t'i jap fjalën miqve të mi për të thënë shumë shkurt nga një fjalë, dua të them dhe një gjë. Ndoshta të paktën në hulumtimin tim është e para herë që qarku i Gjirokastrës ka një listë 100% autoktone me 5 përfaqësues që janë këtu, lindur këtu, jetuar këtu, edhe unë siç e dini këtu jetoj me ju. Piro. Faleminderit shumë. Unë jam Piro Dhima. Në fakt kisha përgatitur sot diçka për të thënë këtu si të gjitha ato fjalimet formale që themi, por doja të ndaja me ju një email që mua më erdhi sot dhe aty pash që kishte kërkesa bashkëpunimi për vitin 2026 dhe 2027. Po, për turizmin po flasë, unë dhe ti aty e kemi kokën tek turizmi. Por kjo nuk mund të mendoj para 10 ose 12 vjetësh që Gjirokastra do ishte plot si në fundjava, por dhe në avans 2-3 vjet përpara të fillonte të bëj rezervimet. Kjo ka ardhur nga një vizion i qartë i Partisë Socialiste dhe i kryetarit Edi Rama. Dhe dua t'ju falenderoj për besimin e dhënë nga kryetari i Partisë Edi Rama, nga ju si drejtuese politike dhe nga të gjithë salla që më besuat në këtë garë. Ju falenderoj shumë. Profesor Shqyqo. Faleminderit, përshëndetje gjithë pranishmëve, i nderuari kryeministri zoti Edi Rama, ndihemi nderuar që jam pjesë e ekipit përfaqësues të qarkut Gjirokastrës për zgjedhjet e 11 maj 2025. Po ndihemi nderuar gjithashtu sepse 1/4 e sallës janë ish studentët tanë, 1/4 janë student aktual, 1/4 janë profesionistë
të qytetit tonë, e më gjerë, por edhe 1/4 janë nxënës të cilët votojnë për të parë dhe do të vinë në Universitetin e Gjirokastës. Për të bërë pedagog ndoqa ëndradrinore, për të bërë profesor doktor, përdora energjit dhe bukurin e jetës studentore, për të bërë pjesë ekipit përfaqësues të politikës, u besova vlerave dhe kauzës Partisë Socialiste, punëve që bën qeveria jonë me në kryeministri Zoti Edi Rama. Qarku ynë është qarku i diversitetit kulturor, historik, fetar dhe etnik, por është qarku me një bashkëjetesë shëmbullore për të patur zili nga kushdo. Të nderuar pjesëmarrës, Edi Rama dhe ekipi i tij më 15 tetor 2024 shënuan fundin e tranzicionit të zgjatur shqiptar. Ndaj, vota për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit është vot për pasaportën evropiane për Shqipërinë 2030. Zonjat janë zonja. Unë jam shumë krenare që në krah kam një përmetare si Anila. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Anila Dimitri dhe vi nga qyteti i Përmetit. Jam shumë e lumtur, por jam edhe shumë e nderuar që Partia Socialiste më bëri të jem në listën e kandidatëve të deputetëve të qarkut të Gjirokastrës. Ndaj u bashkova Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste është partia e të rinjve. Ndaj u bashkova Partisë Socialiste, sepse besova në vizionin që ajo ka. Ju bashkova Partisë Socialiste sepse pash dhe preka të gjitha ndryshimet që Partia Socialiste me Edi Ramën në krye kanë bërë për Përmetin, për qarkun e Gjirokastrës dhe për gjithë Shqipërinë. Përmeti sot është qyteti të rinjve, por jo vetëm Përmeti, i gjithë qarku dhe i gjithë Shqipëria, sepse të gjitha këto ndryshime, duke e kthyer këtë qark në një qark destinacion të rëndësishëm turistik, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për të huajt, ka krijuar shumë mundësi të reja për të rinj për të vazhduar jetën këtu, në qarkun ton, në qytetet tona. Ndaj, më 11 maj, të gjithë shqiptarët dhe shqiptaret duhet ta investoj votën e tyre për numrin 5, për Partinë Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste është çelësi për të siguruar pasaportën europiane për familjet tona, për fëmijët tanë, për të siguruar antarësimin e Shqipërisë në BE, duke shkuar kështu drejt Shqipëria 2030 në BE. Dhe së bashku jam e sigurt që me komandantin ton Edi Ramën do të sigurojmë një fitore spektakolare, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, por në të gjithë Shqipërinë. Dhe unë jam e bindur që të gjithë së bashku ja dalim. I fundit, po jo për nga rëndësia, pavarësisht se i mbaron në emri me të, edhe është në fund të alfabetit, diku, Tërmet Peçi. Përshëndetje të gjithëve. Shumë mirënjohës për besimin dhe vlerësimin që Partia Socialiste Edi Rama më kanë dhënë për të qenë pjesë në listë garuse për 11 maj për Shqipërinë 2030. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që vetëm Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund ta çojë jo vetëm qarkun ton, por gjithë Shqipërinë para. Dhe 11 maj është ditë historike për të gjithë ne, pa përjashtim, për të gjithë qarkun dhe jo vetëm. Deri në 10 maj ne nuk kemi asnjë garë këtu me njëri tjetrin. Ne kemi vetëm një qëllim, një objektiv. Të mbështesim dhe të maksimizojmë votat për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Edhe unë duke ju parë këtu sy më sy, si mik, shok dhe vëlla, si në familjen time, si një antar i kësaj familje, po ju them sinqerisht, unë për gjysmë vote vëlla nuk e keni den ç'a bëj. Por mua nuk më hyn në punë fare mandati pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën. Kështu që të gjithë së bashku
mobilizohemi, të maksimizojmë të gjitha votat dhe të tregojmë që numri 5 të jetë tërmet Partia Socialiste, tërmet Edi Rama, tërmet dhe unë me ju bashkë, të vazhdojmë përpara dhe të tregojmë atyre që ne kemi një slogan, vlla, ne kemi punën dhe fjalën e mbajtur. Kështu që faleminderit gjithëve juve, respekt e pafund, dhe unë jam mësuar që bëj surpriza. Mendoj që të gjithë bashkë do bëjmë surpriza në qarkun tonë, komandant. Të jesh i garantuar. Unë thyej rekord, vlla. Këtë do ta lëm në 12, do flasim dhe të gjithë së bashku pastaj për të gjitha ato që i kemi lënë për gjysmë dhe ato që akoma kanë nevojë, jo qarku për gjithë Shqipëria. Shumë mirënjohës, shumë faleminderit. Respekt e pafund. Rrofshi ju, rroft Partia Socialiste, rroft kryetari, për mua komandanti. Shumë faleminderit. Ne të pesë, si pesa në fletën e votimit, ftojmë këtu kryetarin e Partisë Socialiste dhe kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Shumë faleminderit gjithëve, më vjen shumë mirë që jeni këtu sot vetëm në Gjirokastër, bëj takim në këtë orë, se me këtë rast kurseni një vakt. Ju falenderoj edhe për energjin, edhe për mbështetjen, edhe për entuziazmin, dhe duke qenë i bindur që gjatë gjithë këtyre ditëve deri në 11 maj mundësit për të folur për gjitha gjërat që janë bërë deri në detaj, e mundësit për të folur për çfarë do bëjmë deri në detaj, do jenë të shumta. Sot unë dua të përqendrohem tek vetëm një temë që besoj është kryefjala për pse të gjithë bashku ne si socialist, si progresist, po dhe si shqiptar duhet ta konsiderojmë 11 majin si një moment historik dhe si një shans për të marrë pjesë në bërjen e historisë. Në gjitha këto vite ne kemi bërë shumë zgjedhje, kemi bërë 9 palë zgjedhje me mua si kryetari i partisë në qeveri dhe i kemi fituar tëra. Kemi bërë zgjedhje ku kemi folur dhe kemi marrë zotime dhe kemi bërë bilance dhe besoj që kemi qoftë një bilanc shumë pozitiv, po qoftë edhe të gjitha arsyet për të qenë të pakënaqur me gjërat cilat duhet të bëhen më mirë dhe për të qenë ambicioz për gjërat që duhen bërë më tutje. Por të gjitha këto gjërat kanë një rëndësi të vetëm. Ka një rëndësi të vetëm çdo gjë që do bëhet më tutje me Gjirokastrën, çdo gjë do të bëhet me Tepelenën, me Përmetin, me Kërcyren, me Libohovën, me Ndropullin. Por më e rëndësishme se të gjitha këto është ajo që e bën 11 majin një ditë votimi të pazakonshëm, ku nuk bëhet fjalë thjesht se cila parti do fitoj, po ku bëhet fjalë se ku do të jetë Shqipëria në vitet e ardhshme, në vitet që përkojnë me mandatin ton të 4. Mund kishte qelluar që kjo pyetje të mos shtrohej fare, mund kishte qelluar që procesi ynë i negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të mos kishte zgjedhje në mes, mirë po ka qelluar që ka zgjedhje në mes. Dhe këto zgjedhje bëhen vetvetiu shumë të rëndësishme për ecurinë e negociatave për antarësim dhe për vetë antarësimin në Bashkimin Evropian,
sepse për herë të parë, qysh se ne kemi hyrë në këtë rrugë, mbasi kemi dalë nga diktatura, dhe qysh se ne kemi menduar dhe kemi punuar për të arritur një ditë të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian, mundësia e futjes në Bashkimin Evropian është reale dhe është aktuale, për herë të parë. Sepse për herë të parë janë bashkuar ylli i fatit tonë me yllin e fatit tyre. Dhe jo vetëm ne duam, si që kemi dashur gjithmonë, që nga dita e parë që kemi dalë në rrugën e lirisë të bëhemi antarë të BE-s, por dhe ata duan që të na kenë në BE sa më parë. Dhe ky është një moment që nuk do të thotë që do jetë i tillë në pafundësi. Është një derë që është hapur tani, për arsye që lidhen me ne, sepse kemi bërë detyrat tona, kemi fituar respekt, kemi një reputacion tjetër, na besojnë, por edhe për arsye që nuk lidhen me ne, sepse Bashkimi Evropian është një moment kur përballet me një botë të trazuar, përballet me një luftë në kufit e vet, qasja ndaj të cilës, siç e kemi parë, ka ndryshuar në mënyrë dramatike për shkak të një qasje të re të Shtetet Bashkuara, përballet me sfida të tjera që janë shumë të mëdha për ne dhe nuk kanë lidhje me ne, dhe ndër të tjera kërkon që në këtë moment të japi të gjithë botës një mesazh që Bashkimi Evropian po zgjerohet, po rritet me antarë të tjerë dhe po synon që të kthehet një forcë e unifikimit të gjithë Europës. Kështu që ne nuk mundet dot ta humbasim këtë shans, sepse ka ndodhur në të shkuarën dhe nuk ka sepse mos ndodhi prap që këto dyert që hapen mbyllen. Dhe ju dëgjoni shpesh që thonë, po çfarë është ky muhabet tani? Ka dalë Edi Rama nëpër Shqipëri dhe thotë duhet mandati i 4 patjetër se do fus bashkë me Partinë Socialiste e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kur nuk e futin 3 mandate, si çfarë do ndryshojë në të katërt? Dhe këta njerëz duhen informuar, duhet shpjeguar që mund të ishte edhe një mandat i 4, mund të ishte edhe një mandat i 5, edhe i 6, dhe kjo mundësi mund mos ishte aty. Dhe shembulli është shumë i thjeshtë. Ne kemi filluar negociatat vjet. Malizi, që akoma nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian, dhe që kur ne morëm detyrën, ishte shumë përpara nesh. Ne ishim vrima e fundit e kavallit. As nuk na shikonin në sy kur flisnin, vetëm na takonin dhe na përcjellnin si bezdi. Malizi i ka filluar negociatat në 2012. Pra kur ne kemi marrë detyrën, ata i kishin filluar negociatat, dhe ata akoma nuk janë në BE. Serbia i ka filluar negociatat në 2014. Ishte bashkë me Malnezi përpara nesh, sot ne kemi lënë pas. Maqedonia është bërë kandidate për BE e para në 2005. Ka ndruar dhe emër dhe sot akoma si ka hap negociatat. Pra, kjo nuk ka lidhje me thjesht se çfarë bëjnë vendet, po kjo ka lidhje me sa gatishmëri ka BE-ja për t'i thënë një vendi bujrë, ulën tavolinë, erdhi koha ta bëjmë krushqin. Dhe ka përkuar pikërisht tani. Dhe prandaj është themelore që çdo kush, jo thjesht ju, jo thjesht antarët dhe simpatizantët tanë që me BE apo pa BE në këtë moment si mundësi përsëri kanë 1000 arsye tjera për ta votuar Partinë Socialiste, por çdo shqiptar, edhe ata që janë
demokrat duhet bashkohen tek ajo kutiza jon aty në fletën e votimit, është dhe mund mes ajo, nuk është as pajta as djatha, është drejt, aty, sepse duhet që negociatat të mos ndërpriten as një sekond, të mos luhatet procesi as një sekond, na është dhënë një kalendar, ose kemi dakordsuar një kalendar 3 vjet, 3 vjet negociatat nuk i kanë zgjatur as kujt. Kroacia, që ka shkëlqyer me negociatat, ka pas 7-8 vjet. Ju thash, Malizi ka qenë 2012, Serbia në 2014 dhe pritet se kur do t'i vi dita që të ketë këtë që kemi ne sot. Na është dhënë 2027. Mirë po janë 250.000 faqe me ligje, me vendime, me rregulla që duhen të gjitha jo lexuar, po duhen të gjitha marrë dhe adoptuar. Është punë e përditshme. Janë 1000 vetë që çdo ditë shkojnë në zyrë për të marrë me negociatat. Janë 40 skuadra që negociojnë në të gjitha fushat. Dhe këta njerëz duhet vazhdojnë. Në 12 maj ne do numërojmë votat, ata duhet vazhdojnë negociatat. Nuk duhet ketë asnjë ndalim, asnjë frenim, asnjë luhatje, asnjë ndryshim të asnjë lloj forme përveç se thellim i procesit të ndryshimit në tërësi dhe i negociatave në veçanti. Dhe një vot më e fortë se sa thjesht shumica e Partisë Socialiste është një mesazh për ata në Bruksel që shqiptarët përtej të majtës djathës, përtej partive, po na thonë me votën e tyre që ne e kuptojmë mesazhin tuaj, ne e pranojmë sfidën që na keni bërë që të mbyllim negociatat në 2027 dhe ne të gjithë si popull mbështesim këtë proces dhe duam të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Tani, kjo është e para. Dhe natyrisht, askush tjetër nuk mundet dot ta bëjë atë gjë që mund ta bëjmë ne sot. Ne jemi sot forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur, dhe koha e dur është kjo për shkak të asaj që thash më parë, që edhe ata duan. Nuk duan vetëm ne, se ne kemi qenë 3 vjet rresht gati të hapim negociatat. Komisioni Evropian që bën vlerësimin thoshte Shqipëria i ka bërë detyrat, dhe ju e dini, dilte Hollanda, thoshte jo si ka bërë, pastaj Franca, pastaj tjetri, pastaj Greqia, sepse kështu funksionon, duhet jenë të gjithë dakord. Dhe tani kanë rënë të gjithë dakord që Shqipërinë do ta marrim në BE. Tani kush do flasim me ata 2 vjet gjys? Kush do bëj negociatat? Kush do bëj pjesën politike me ta? Bufi i Knetës do ta bëj këtë punë? Kush? Mund ta bënte Luli. Mund ta bënte Luli. Po Luli na krijon problem se e zë gjumi. Edhe megjithse ja shikoni tani, e ngjalla, tani i bie fyllit në një vrim, edhe duhet të orientuar, nuk do në shkurt mohabeti këtë gjë për te i shakave, mund ta bëjmë vetëm ne. Dhe demokratët duhet i bien lapsit dhe ta bëjmë për interesin e tyre, natyrisht ta bëjmë si patriot për interesin kombëtar. Ta kapërcejnë këtë problem që kanë, që si pëlqen ose nuk e duan Partinë Socialiste, se këtu nuk është çështja e Partisë Socialiste. Këtu është çështja e mbështetjes së fuqisë qeverisë të Shqipërisë për të bërë negociata. Dhe siç ishte PD-ja në 91-92, që nuk është se të gjithë u bën antar partie ose të gjithë ju pëlqente çdo gjë atje, po vajtën votuan masivisht sepse ishte një votim historik për të ndarë një epokë nga një epokë tjetër. I njëjtë, eksakt, është 11 maj, është një votim historik për të ndarë një epokë nga një epokë tjetër. Dhe për të bërë që Shqipëria më në fund, mbas qindra vitesh, të bëhet pjesë si e barabartë e një bashkësie e vëndesh
e një bashkësie popujsh që deri sot që flasim, i kemi parë gjithmonë nga poshtë lartë dhe na kanë parë nga lartë poshtë. Duke u bërë antar të Bashkimit Evropian, do të na shohin, jo siç më shohin mua, se unë jam i gjatë, po do të na shohin drejt për drejt, do t'i shohim drejt për drejt dhe do të kemi të njëjtat të drejta, të njëjtat mundësi dhe do gëzojmë të njëjtat favore dhe privilegje që kanë francezët, gjermanët, holandezët dhe të gjithë të tjerët, dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian, mos e harroni këtë gjë, gjithë Bashkimi Evropian bëhet i madh sa Shqipëria dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian. Tani, pse na duhet Bashkimi Evropian ne, si komp, si shtet. Pastaj do të them dhe pse na duhet si individ, po si komp dhe si shtet pse na duhet Bashkimi Evropian. Sepse pa Bashkimin Evropian, ne nuk do kemi asnjëherë të sigurt që ky vend nuk do kthehet mbrapsht. Asnjëherë. Pa Bashkimin Evropian, ne nuk do kemi asnjëherë të sigurt që ky vend do të respektojë lirinë individuale të gjithë secilit. Pa Bashkimin Evropian, ne s'do kemi asnjëherë garanci që lufta që ne kemi filluar, Partia Socialiste ka filluar, për të vendosur më në fund barazim para ligjit, që nuk ka ekzistuar që nga 1912, do jetë një luftë që nuk do kthehet mbrapsht në një luftë për të rikthyer drejtësinë aty ku ishte. Dhe keni shumë të thjeshtë shembullin. Ne jemi të vendosur me gjithë problemet dhe me gjithë kostot tona si forcë politike nga një drejtësi e pavarur që ja kemi dhënë ne shpatën që deri dje e mbante kryetari i qeverisë, qoftë mbreti, qoftë diktatori, qoftë presidenti i mbas rënies diktaturës që futi në burg kundërshtarin e vet, Fatosdanon, me atë shpatën, duke përdorur sistemin e drejtësisë si mashën e vet. Ne e dorëzuam shpatën. Ne nuk e kontrollojmë drejtësinë dhe ne nuk mund të ndryshojmë dot më rrjedhën e drejtësisë, përkundrazi ne duam që në atë rrjedhë drejtësia të forcohet, të rritet dhe të bëhet pushteti i pavarur që garanton që të gjithë shqiptarët janë barabartë para ligjit. Mirë po kjo kontraston me ato që thot Kërlenta. E keni dëgjuar bufin që thot në 12 maj do shkryj spakën. Natyrisht në 12 maj bufin nuk do shkryj dot asgjë, por kjo për t'ju thënë që mbas x vitesh vjen dikush tjetër që ka një mendje tjetër, pastaj vjen dikush tjetër që ka një mendje tjetër, sepse ne jemi ende një shtet i ri, ne jemi ende një shtet që nuk i kemi traditat e institucioneve si që kanë tjerë. Ama nëse ne hymë në Bashkimin Evropian, askush këtu nuk ndryshon dot asgjë që prek parimet themelore të asaj familje të madhe. Ku liria individuale, barazia para ligjit dhe standardet e bashkëjetesës janë të panegociueshme dhe të paprekshme. Prandaj, nga pikpamja kombëtare, hyrja në Bashkimin Evropian është rruga për t'i garantuar në vazhdimsi këtij populli që fëmijët që lindin në këtë vend janë të barabartë para ligjit dhe që asnjë forcë nuk mund do të shkeli një më dobët duke përdorur drejtësinë dhe liria individuale e gjithë secilit është e paprekshme nga askush që mund të ketë një pushtet të caktuar. Në aspektin tjetër, që është edhe kombëtar dhe personal, është që hyrja në Bashkimin Evropian na fuqizon. Ta fuqizon sepse vjen bashkë me një buxhet plus. Dhe gjitha ato që ne flasim, gjitha ato që ne duam të bëjmë, bëhen të mundura më shpejt, sepse nuk do kemi vetëm të ardhurat që marrim nga taksat.
këtu të shqiptarëve, apo parat që marrim nga kredit, po do kemi dhe mbështetjen e drejt për drejt Bashkimit Evropian. Dhe po ju jap dy shembuj të thjeshtë fare. Në 10 vitet e fundit, Bashkimi Evropian e ka mbështetur Shqipërinë në totalin e vet me rreth 1 miliard euro në programe të ndryshme. Në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian ne na jep çdo vit 1 miliard euro. Në gjithë këto vite, Bashkimi Evropian e ka mbështetur Shqipërinë për bujqësinë me më pak se 200 milion euro, që kanë qenë shumë për ne, po më pak se 200 milion. Në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian na jep 300 milion euro në vit për bujqësinë. Dhe vim të personalja fare. Interesi puro personal. Mund të jesh një prind demokrat, tani që shikon këtë shfaqje këtu, televizor, qava pazarit dhe thua këta maskarej, prap duan pushtet këta. Po çfarë duan më këta? Mirë po, ka e llogari tjetër që duhet bësh. Si e detyruar fare të pëlqesh, as mua, as Mirelën, as Tërmetin, jo, se s'keqa i pëlqen fare. Si e detyruar të pëlqesh as kënd këtu, si e detyruar fare të pëlqesh Partinë Socialiste, por do të bësh një llogari shumë thjeshtë, që ne këtu, që nuk të pëlqejmë, jemi ata që mund ta fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe askush tjetër nuk e fut dot. Se duhet ta shohësh nga pozita e interesit tënd si prind për fëmijën tënd që bufi i kënetës mund të bëj të shpresosh kot se po mundemi ne, po nuk të bën atë që ty të duhet, që fëmijës tënd që sot është 14 vjeç, mbas 4 vjetësh kur bëhet 18 dhe do të shkojë jashtë për studiuar, ti t'i japësh pasaportën e Bashkimit Evropian. Dhe duke i dhënë pasaportën e Bashkimit Evropian fëmijës tënd, fëmia yt nuk është më siç janë sot gjithë fëmijët që studiojnë në Europë, i huaj apo e huaj atje. Pra nuk trajtohet si student i huaj me kuota dhe me tarifa që janë ndryshe, po trajtohet njësoj si studentët europian dhe nuk ka absolutisht asnjë dallim dhe i ka të gjitha favoret që i bëhen në Francë francezëve, në Spanjë spanjollëve, në Hollandë holandezëve dhe kështu me radhë. Mund të ketë shumë gjirokastrit që janë në Greqi, që janë kundër nesh, në kuptimin nuk janë me ne, politikisht. Ose janë indiferent, ose ka nga ata që thonë ikën se këta janë gjithë njësoj. Ne nuk jemi të gjithë njësoj, se po të ishim gjithë njësoj, ne nuk futeshim kur në Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë ndryshe, pikërisht sepse jemi ne këtu që Shqipërinë do a fusim bëhe, dhe janë ata të tjerët që Shqipërinë mund ta fusin vetëm në grop, si që kanë futur sa herë që ju është dhënë mundësia, kështu ne nuk jemi njësoj. Por, për te i kësaj, ata atje duhet mendojnë një gjë shumë thjeshtë që ankohen vazhdimisht me drejt që nuk kanë akoma dokumentat. Një pjesë e tyre s'kan dokumentat greke. Në momentin që ne futim Bashkimin Evropian, ata marrin pasaportën shqiptare të BE-s dhe që nga një moment nuk ka nevojë fare për dokumenta greke, sepse mund të rrinë në Athinë me atë pasaport dhe kanë të gjitha lirit dhe të drejtat njësoj si grekët. Një për një, madje, në momentin që marrin pasaportën Bashkimit Evropian, nuk kemi më nevojë ne të negociojmë me Greqinë as pensionet, sepse çdo vend antar i Bashkimit Evropian, të gjithë pensionistët i vet i kanë të njëjtin sistem. Dhe njohja e pensioneve për punën e bërë në një vend tjetër është automatike. Transferimi i pensionit nga një vend në një vend tjetër bëhet automatik. Kështu që ky është interesi drejt për drejt, nuk ka lidhje me qa ngjyre ka Macja. Se unë i them që sot
të gjithë shqiptarët që votojnë 11 maj nuk duhet të shohin fare çfarë ngjyre kemi ne. Duhet të ndjekin atë porosinë e Deng Xiaopingit që ndryshoi Kinën. Kur tha, mua s'më intereson fare çfarë ngjyre ka macja, mua më intereson që macja të kapi mint. Dhe mint në këtë vend i kapin vetëm ne. Madje jemi ai zot sa kapim dhe mit tanë, jo vetëm mit e komshiut. Dhe këtë ne ta na e këndojnë si një gjë për cilën ne duhet të ulim kokën. Në fakt, ne duhet ta mbajmë kokën më lart se sa që kemi mbajtur zakonisht, edhe për këtë arsye, që për hir të historisë po shkruajmë së bashku, për hir të Shqipërisë antare në Bashkimin Evropian, për hir të dhënies një pasaportë BE-s në dorën e çdo shqiptari dhe për hir të gjithë ku je ti më hajde këtu më, ku je ti më po. Pas ka ardhur prapë, mor, ku je, more, e njihni këtu ju? E mbani më të. Kjo është në çdo takim që vi unë ashtu. Po nuk vjen në çdo takim zakonshëm, vjen vetëm kur duhet fitojmë një palëzjedhje, ëh? Do i thuash në gjë. Hajde tani thuaj në gjë. Le, mos fol se s'ka nevojë për mami tani. Kemi kaq kohë që bëjmë shkollë partie kësaj. Do të thuash në gjë, urdhon. Hajde, fol. Jo më fol ti, se unë fola. Nuk di ti të flasësh. Si s'di të flasësh? Thua një vjersh. Një vjersh. Që ka majnë për një gjojë sot, dhe pastaj do të thëmë në një të. Pa thua e një gjë më të? Po, kjo tregon që je rritur, se ku që më e vogël flisje më kollaj, tani më ndohesh. Tani do të dëgjosh programin, se ndryshe nuk e thua kollaj fjallën. Do rishtu apo të shosh të mami? Si do bësh? Shosh të mami. Shritur. Po thosha që pikërisht për këta fëmijë është krenari që kjo që bëjmë ne sot, edhe me kostot që kemi, që nesër këto histori t'jenë thjesht histori, ndërkohë që e përditshme e këtyre fëmijëve t'jetë një përditshme ku gjithë se kush në këtë vënd, pavarësisht se si e ka mbi emrin, pavarësisht se sa të ardhura ka në shtëpi familja, pavarësisht se nga e ka prejardhjen, pavarësisht se flet me një dialekt apo me një dialekt tjetër, pavarësisht të ndjehet dhe të jetë i garantuar si qytetar i barabartë përpara ligjit dhe të mos ketë asnjë frikë se të drejtën e vet do t'ja marrë dikush tjetër për shkak të mungesës drejtësisë. Kjo është arsyeja pse ne luftojmë. Dhe për këtë unë jam shumë krenar me çfarë po bëhet dhe nga ana tjetër edhe për këtë ne duhet të jemi shumë të bashkuar që në 11 maj asgjë të mos kthehet mbrapa, por përkundrazi të gjitha punët të vazhdojnë dhe Shqipëria të shkojë vetëm përpara. Dhe në mbyllje të kësaj fjale që thash doja që të përqendroj vetëm këtu, sepse është shumë e rëndësishme, dua të theksoj edhe diçka që me pasaportën e Bashkimit Evropian ndryshon diçka themelore. Ne kemi lirinë e lëvizjes, por ne nuk kemi lirinë e ndalimit. Ne nuk ndalojmë dot.
për të ndaluar e ndalojmë vetëm këtu. Kudo ku shkojmë, ne nuk rrim dot, se s'na lë njeri. Ose duhet kërkojmë azil. Për të kërkuar një mundësi pune, duhet bëjmë sikur jemi të përsekutuar. Ose duhet të fshihemi dhe të punojmë në zezë, ose më të rinj, duke qenë se mezi e gjejnë rrugën që të shkojnë diku në Europë, bien pre edhe e krimit, se nuk mund të kthehen dot, se kanë harxuar për të shkuar atje. Dhe kjo ndihet që kur shkon në aeroport. E keni parë të gjithë, e shihni të gjithë sa e shkojnë në aeroport, do del pak të. Ndërkohë që ata të tjerët që janë me atë pasaportën që po flasim, e ngrenë kështu dhe ikin. Ne jemi radhë, shkojmë na del polici përpara, ku po shkon, sa lek ke, kush të ka ftuar, ke në rezervim hoteli, po kur do ikësh? Nuk besoj se ju ka rastisur kun tjetër, përveç se në portat e Bashkimit Evropian, që kur shkon të trokasësh diku, të pyesin po kur do ikësh. Sepse nuk qëndrojmë dot. Me pasaportën e BE-s, nuk të pyet askush, as ku po shkon, as sa do rish, as kur do ikësh, dhe ti mund shkosh kudo brenda atij perimetri për të kërkuar punë, për të ndonjur, për të studiuar, dhe ke të njëjtat të drejta absolutisht si të gjithë punëtorët në BE, si të gjithë profesionistët në BE, madje në rast se ke nevojë për kujdes shëndetësor, ke të njëjtat të drejta, sepse bashkë me pasaportën e BE-s, çdo qytetar i BE-s merr dhe një kartë që është karta e shëndetit, dhe me atë kartë trajtohet në çdo derë të sistemeve shëndetësore të Europës, njësoj si banorët aty dhe rimbursohet njësoj si banorët aty. Ky është ndryshimi i madh që ndodh dhe kjo është mundësia historike që kemi sot. Tani ne shqiptarët e kemi pasur trenin e historisë përpara dhe o kemi marrë trenin e gabuar, ose na ka hikur treni se kemi menduar që nuk është ky treni që na çon aty ku duhet. Ndërkohë që këtë tren që ka ndaluar para nesh, ne duhet ta marrim me patjetër dhe 11 maj është bileta. Maj është bileta. Parafytyroni se sa shumë kemi dëshiruar që të jemi pjesë e këtij kontinenti, pa u ndjer aq të vegjël sa mund na gëlltisin, pa u ndjer aq të dobët sa mund na shkelin me këmbë, pa u ndjer aq të largët sa kur na shohin bëjnë sikur s'na njohin, që nga Skënderbeu. S'kishte Bashkim Evropian atëherë, po kishte Europë. Dhe Skënderbeu zgjodhi të mante anë me Europën. Pastaj rilindasit, s'kishin Bashkim Evropian, por përsëri thoshin dielli lind ande nga perëndon. Pastaj të gjithë ata që dolën kundër regjimit, studentët, populli, thamë dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa. Në asnjë vend tjetër, se kjo është shumë interesante, ku janë bërë revolucionet që përmbysën komunizmin, nuk është përdorur kjo parullë. Sepse për ne të jesh pjesë e Europës është pikërisht kjo. Të jesh i garantuar që je me shok shumë dhe nuk je një i vetëm i humbur në mes pyllit që mund të të haj ujku. Siç ka ndodhur në të shkuar. Kështu që besoj duhet insistuar me këtë mesazh, edhe të gjithë deputetët duhet të mos e harrojnë asnjëherë që dhe mos u mbasin durimin që t'ja u shpjegojnë njerëzve që këtu nuk është çështja sa të pëlqen njëri, sa të pëlqen tjetri, këtu është çështja që sot kjo është e vetmja zgjidhje dhe zgjedhje. Partia Socialiste
Mbasi të hymë në Bashkimin Evropian, pastaj ka kohë, do jetë tharë dhe këneta, edhe mendimin e Zotit do lulëzoj në një gjë edhe në krahët e tjerë. Se deri tani është ferra edhe britma zojsh të kënetës. Gjë tjetër unë nuk shoh. Mbase ju shihni, unë për vete nuk shoh. Dje pash një mbretkoc të vogël që thoshte ja se do ndryshoj tavolina juaj në 12 maj, nuk e di a keni parë. Programi ishte një tavolinë që pastaj mbushej plot me ushqim. Mua bet mbretkocash, do të thonë. Ju falenderoj shumë. Siç tha edhe shoku Tërmet, zgjedhja për çdo deputet është e lirë, por ama zgjedhja për çdo deputet kalon nga vendosja e shenjës te numri 5, pastaj poshtë kushdo zgjedh edhe një deputet ose një deputete sipas dëshirës, por te numri 5 duhet jemi të gjithë të përqendruar, sepse me atë numrin 5 ne do arrijmë të bëjmë pikërisht historinë për të cilën jemi bërë gjithë bashkë.